Protesta është një mjet demokratik, e cila sigurisht do të arrijë qëllimin e vetë dhe besoj që të tilla retorika në fakt janë më shumë alibi për regjimin për të vrarë shpirtin e protestës. Jo, ne po flasim me fakte, pra nuk kemi raste që ju keni kohë që protestoni. Opozita në vetvete ka vite që proteston, që jetë akuza ndaj qeverisë për ato që i ka konsideruar si skandale dhe që mund të kenë qenë skandale, por nuk ka ardhur një rrëzim i qeverisë që ka qenë edhe qëllimi më hershëm. Nuk është shtruar tani si qëllim. E kuptoj, por dua të theksoj që ne jemi të vendosur në përshkallëzimin e protestës si mjetë për të shkurtuar ditët këtij regjimi dhe jo vetëm kaq, por protesta do të kombinohet me një përshkallëzim të aksionit opozitar, pra si në sheshe, si në protesta, si në rruga, ashtu edhe brenda institucioneve, në parlament apo në gjitha këshillat bashkiake të vendit. Besoj që protestat qytetare në të gjithë vendin, nga jugu në veri, në Vlorë, në Durrës fundmi, e kudo tjetër tregojnë që tani më për shqiptarët ka vetëm një mision, largimi i qeverisë e cila është kthyer në armike të lirive dhe të drejtave të tyre.